Nga Ada Negri, Vrasje ndërgjegje. Përkthyer nga Violeta Volumi. Në një qytet të huaj, në ngjethët e dëndura e aromatike të një kioske në kopshtin e një hoteli, ndërsa një natë e trazuar vere i fshihte yjet e saj, pas vellove të valzuara të reve, mora një rrëfim të tmerrshëm nga një grua. Ekziston një moment i caktuar psikologjik për rrëfimin, ashtu si për dashurinë. Rastësisht ndodhesha pranë asaj gruaje në atë moment. Ndoshta frika e kishte bërë të kujdesshme, për një kohë shumë të gjatë sklave e sekretit saj, ajo preferoi t'i hapte shpirtin mikës së njohur prej vetëm një dite më parë. Një të huaje për familjen e saj, një të huaje për vendin e saj, dhe që, si një meteor, të nesërmen do të zhdukej nga orbita e jetës së saj. Si dhe për çarsye, gruaja ma kishte zbuluar të fshehtën e saj, nuk e di. Desha t'i harroja emrin. Ajo vinte nga jugu, edhe do të nisej pas 3-4 ditësh për një sanatorium të famshëm, për ato që vuajnë nga kriza e zohërimi nervor, vend që ndodhej në kufirin e Zvicrës franceze. Ajo ishte me një shërbëtore japoneze, e cila i shërbente në heshtje, me butësinë e një qeni të bindur. Ajo lidh me mua, me zjarrin e një ndjeshmërie thuajse të smur, më thoshte që, kur ja ngulja syt, ajo ndjente t'i hapej krahërori edhe t'i çelej shpirti. Padyshim që ishte smur nga nervat. Do ta kujtoj sa të kem jetë, figurën e vogël e të zbet, në grinë e zbet të rrobave, në grinë e pasigurt të syve, në flokët e artë të mbledhur si fëmijë në dy guaz kam i vesh, në sfondin e hirt të ngjyrës së fytyrës, e cila zbehej rreth syve në një aureol vjollc. E dobët në gjoks dhe vithe, e kursyer në gjeste dhe fjalë, me një hir lëvizjesh të turpshme dhe pothuajse të friksuara, ajo më kujtonte pamjen e atyre letrave të dashurisë, boja të cilave është zbehur me kalimin e kohës, dhe germat të cilave janë bërë pothuajse të palexueshme. Ata germa janë fshirë, por diçka jeton ende në ta, aroma dhe misteri i një historie të jetuar. I kisha ndjerë të dridhurat e atij ankthi, ndaj dhe e maja gruan pranë si për ta ngrohur, por nuk guxoja të gërmoja më thellë. Unë flisja me të kështu si rastësisht për shumë gjëra. Në bisedën tonë të shkathët, e cila rrëshiste nga skica më e fundit e modës, te libri më i fundit i një poeti, ne kishim arritur, siç ndodh shpesh mes grave, të preknim, të depërtonim, të diskutonim problemet më të veçanta të psikologjisë femërore. Do të thonë, unë flisje, e ajo e linte veten të udhhiqej, dhe vetëm her pas here fuste ndonjë fjalë në bisedë, fjalë që binte si një perl qelqe në dësheme. Kurse atë natë, përkundrazi, foli vetëm ajo. Nën kioskën në fund të parkut, duke parë nga hijet, çifte me elegancë të rafinuar që vallëzonin foxtrot, në dritën e zbetë elektrike në galerinë prej xhami, ajo çliroi tek unë sekretin që po e vriste. Unë, filloi ajo më zë të ulët, kam atje larg në shtëpinë time 3 fëmijë. 2 më të mëdhenjt, duke me ndere, jam shumë e dobët, por jam mbi 40-at, janë të gjatë, të fuqishëm, me shpatulla të gjëra, me fytyra roz, i ngjajnë burrit tim. I treti, i fundit, i cili nuk ka mbushur ende 7 vjeç, nuk është djali i burrit tim. Ajo u drodh dhe u mbështoll fort në pelerinën e saj ngjyrë hekuri, e cila në errësirë dukej e zezë. Ti e di si ndodhin këto gjëra. Burri është i mirë, është i dashur, punon, fiton para dhe pasuri, edhe i hedh ato me bollëk në luksin e shtëpisë dhe në bijuteritë e gruas. Po ai nuk ka kohë t'i bëjë shoqëri. Paraja është një oktapod që e thith çdo orë. Ai mezi ka kohë të kthehet për drek, gjithmonë me disa miq. Pastaj është klubi, sporti. Është perfekt në fundit. E kush do të mund ta ankohej? Gruaja përveç xhevajerëve dhe makinës së saj, zotëron edhe lirinë, e cila thonë është pasuria më e çmuar në tokë.
E keqe është se kjo grua nuk di çfarë të bëj me atë liri. Dhe ajo rri vetëm në fshat gjatë verës, sepse burri i saj nuk mund të heqë dorë nga biznesi i tij sigurisht. Vetëm me fëmijët, po fëmijët dalin për një shëtitje me guvernantën dihet. Një ditë të bukur, ajo ndodhet në mëshirën e personit të parë që nuk është budalla, edhe që mund t'i thot një fjalë dashurie me një zë të butë prej eksperti. A mendon se e do atë? As mos të shkojë në mend. Ajo dëgjon dhe do të ky i huaj, rinin e saj që ende nuk ka mbaruar, një mister gëzimi që ndoshta ende nuk i është zbuluar, ndryshimin, nevojën për të shpëtuar mërzisë të mërshme të çdo dite, të rregulluar nga krepat e orës, nga vizitat e të njohurve, nga vaktet, nga dremitja e fëmijëve dhe nga mërritja e postës. Ajo e do veten e vet në atë të huaj. Ndjepat i kërcitnin kockat e duarve tek bashkoheshin me gjunjët e saj. Dhe ja, e kuptova se kisha mbetur 7 zënë nga i huaj. Fokstroti vazhdonte në galerinë prej xhami, ritmi i tij i gjallë dhe joshës. Po ato çifte si nuk po mbarojnë si kursyeri. Ata kërcenin e kërcenin, trup me trup, fytyrë me fytyrë, me duart e kapura misupe, zonjat me një buzëqeshje të pavedishme në fytyrat e tyre, zotërinjt me qafat e mbledhura në shpatulla, siç e kërkon vallëzimi brutal i ditës, as pak ndryshe nga huliganët, përveç se në prerjen e patmet të frakut të tyre, të hapur mbi pjesën e përparme të këmishës së tyre të bardhë verbuese. Efekti i parë i zbulimit, vazhdoi gruaja, ishte se më bëri të kuptoja në një çast kocsinë e ndjenjave të mia për atë burr. E kush ishte ai? Pse ju dhash atij? Çfarë përfaqësonte ai në jetën time? Ai ishte thjesht një qefli, dikush që rastësisht i kalonte rruga e tij pranë rrugës sime, që mendonte vetëm për t'u argëtuar. Edhe unë duhej të lindje një fëmijë të tij. E kuptoni, të tij, të gjakut të tij, i cili do të rritej, do të bëhej burr. Po unë kisha djemtë e mi, veten time, burrin tim, shtëpinë time. Edhe i përsëritja këto emra dashur dhe mendoja për ditët e zakonshme dashura, e çmendur nga neveria ndaj vetes dhe ndaj tij. Të përzierët e pakontrollueshme që bëjnë fillimin e shtatëzënie kaq të dhimbshëm, më shtrëngonin stomakun dhe zemrën deri në pikën e spazmës. Ndjeja sa shumë e urreja atë burr. Nuk do ta shija kurrë më. I shkrova 2 rrjeshta të ashpra lamtomire. Ai as që guxoi të më përgjigjej. Ndoshta nuk mund ta besonte çfarë fati kishte që po ja dilte kaq lehtë të çlirohej nga ky problem. Që nga ai moment jeta ime u bë një gënjeshtër e vazhdueshme. Më duhej gënjeja që të mos i humbisja fëmijët e mi, që të mos dilja në rrugë vetme me fëmijën që do të lindte. E kupton edhe ti këtë apo jo? Dhe muajt kaluan. E mësova të lëshoja me mirësi dhe besim trupin tim të rënduar nga amësia përparuar në krahët e burrit tim. Gjendja ime e kish prekur, e kishte afruar më shumë me mua si në kohët e viteve të para të martesës. Po diskutonim së bashku se çfarë emri t'i vinim të voglit që po vinte. Ai donte një vajzë të vogël. Pas 2 djemve kuptohet, thosh ai. Jo, nuk doja t'ishte vajzë. Është e tmerrshme të lindësh grua, të mbartësh brenda vetes gjatë gjithë jetës një sëmundje të pashërueshme, fatalitetin e dobësisë tënde. Enriku tani i la pas dore punët edhe kuajt e tij për mua. Ai argëtohej dhe lajkatohej nga ideja të bërit përsëri babai një krijese të vogël e të freskët, ndërsa 2 djem të mbdhenjë të zhurmshëm tashmë i arrinin pothuajse deri te supet. Lindi një djalë. Disa javë më herët, sipas burrit tim, se data normale e lindjes. E ushqeva vetë me gji, edhe periudha ushqyerjes me gji, ishte armë pushimi që më fali Zoti. Qetësia e funksionit shtazor kishte arritur ta qetësonte edhe shqetësimin edhe vrasjen e ndërgjegjes. Nuk isha gjallë për asgjë tjetër përveç gëzimit kur ndjeja gjakun tim që rrjedhte përmes thithkave të mia të thithura butësisht, në venat atij mishi tjetër timin të shkputur prej meje. Por tek rritej, fëmia nisi të më shikonte
me të njëjtët sy kaf si babai i vërtet, të më busjeshte me busjeshen babait të vërtet. Fizionomia e dëbuar nga kujtesa ime u rikthye tek djali im, duke u pohuar, duke u skalitur gjithnjë më qartë. Edhe gjestet caktuara, nuancat të caktuara të zërit, një vështrim, një fjali, një qëndrim, ishin të mjaftueshme për të bërë që imazhi i tjetrit të dilte përpara meje, bashkë me mëkatin dhe mashtrimin tim. Me kalimin e kohës kisha frikë nga ndonjë lloj dyshimi në shpirtin e burrit tim. Asgjë. Ai e donte atë fëmijë. Dhe të dy djemt të mëdhenj konkurronin me të për ta llastuar, për t'i dhënë gjithçka. Dhe djali i bukur e shfrytëzon këtë me egoizëm të butë, me atë egoizëm të papërmbajtshëm prej kadifeje, që e bën kaq të ngjashëm me baban e tij të vërtet, dhe do ta bëj një ditë një qefli si ai. Një person që vjedh del në gjyq dhe dënohet me burg apo jo? E po, unë i vodha burrit tim dhe fëmijëve të mi të mëdhenj, dashuri, emër, pjesë të pasurisë, gjendje civile, shkurt unë jam hajdute. Fakti është se unë jam hajdute jo sepse kam pasur të dashur, por sepse jam bërë nënë. Po, a doja unë të kisha një fëmijë? Kjo fjali e fundit, megjithse e mbytur, u shqiptua me ngashërima, gati e ngjyrur nga lotët, edhe 5 gishtat holl më shtrënguan kyçin tim, duke depërtuar deri në mish. Në hije në thyer nga reflektimet e largta të llampave elektrike, fytyra e vogël humbi çdo butësi të konturit, duke ruajtur vetëm një vijë tendosjeje të mprehtë. Shumë herë kam menduar t'ia rrëfeja gjithçka burrit tim dhe pastaj të largohesha me fëmijën. Por kurrë nuk e pata atë guxim. Enrikoja është kaq i mirë, kaq larg çdo dyshimi, me besim plot tek unë. Ai vjen në shtëpi i lodhur nga zyrë ose bursa. Gëzimi i tij, pushimi i tij jemi ne. Ai nuk flet më për klubin dhe sportet, tani që i vogli është këtu. Mjerun nëse bebi nuk vrapon të takoj kur ai kthehet në shtëpi. Të rrëfesha, do të thoshte ta vrisja moralisht, edhe ta shkatroja familjen. Dhe pastaj, unë e dua atë, gjithmonë e kam dashur, edhe kur marramendja e pasionit të shkurtër më pushtoi, ashtu si mjekulla ndonjëherë pushton paprit mos luginat dhe malet, aq e dëndër sa as kambanat nuk dëgjohen më. Po si t'ja bëj? Do të ngushëllohem në ndonjë mënyrë. Unë mendoj se shumë gra, si në rastin tim, jetojnë pa vrasje ndërgjegjeje, se çdo krijesë ka të drejtë për vendin e vet në këtë botë. Që ky fëmijë, në fund të fundit, do të rritet, do të bëjë me veten çfarë të dojë. Ndoshta do të shkojë larg, do ta krijojë familjen e tij në toka të reja. Po emri. Njerëzit e kanë shpikur emrin, edhe kështu unë eci përpara ashtu si mundem, duke gënjur nga nevoja në çdo orë të ditës. Gënjeshtra sigurisht është bërë një këmishë e padukshme që më është ngjitur në lëkurë. Një torturë më saktë, sepse kjo është gjëja më e tmerrshme, që nuk kam nevojë të flas për të gënjur. As i kurrë mund ta bëja. Do ta shushatje veten, do të merrja guxim nga fjalët e mia, por jo. Unë gënjej duke jetuar. Tani jam këtu me urdhër të mjekut. Nuk ha, me zifle. Ndihem sikur po më helmojnë. Më duket se një atmosferë izolimi më ndan nga gratë e tjera. Pamja e fëmijës më është bërë e padurueshme, por edhe e fëmijëve të tjerë. Kur mjekët ta lejojnë, Enrikoja do vi të më takoj, vetëm pa fëmijët, kush e di, në një vend huaj, në një vilë të qetë mes gjelbrimit, ne të dy, zemër për zemër, si në ditët e para, kur fëmijët ende nuk ishin ardhur. A mendon se mund ta gjej forcën për të jetuar përsëri? A beson vallë se ekzistenca mund të fillojë nga e para? Ajo heshti. Por edhe muzika u ndal gjithashtu papritur. Duket se heshtja ishte përgjigjja e pyetjes. As nuk mbaj mend çfarë i thash disa minuta më vonë. Fjalë boshe, fjalë që kishin për qëllim ta bindnin, por që nuk ishin gjë tjetër veçse fjalë që shprehnin keqardhje. Mbrëmja mbaroi dhe ne u ndam.
4 ditë më vonë, ajo u largua, edhe nuk mora vesh asgjë më për te. Kur më kujtohet ajo grua, mendoj se kur vdekja nuk i ka falur paq me duart e saja, një zemre më të munduar e vuajtur se ajo.